Kanë kaluar disa muaj që kur ju kemi treguar me fakte shkeljet dhe abuzimet që bëhen në tregun e ekspertëve kontabël nga ana e institucionit që ka për detyrë të kontrollojë cilësinë e tyre, Bordi të Mbikëqyrjes Publike. Duke nisur që nga emërimi i drejtorit ekzekutiv e deri tek mungesa e transparencës për të ardhurat dhe shpenzimet e bordit. Në faqen e internetit të Bordit të Mbikëqyrjes Publike, mungon një e dhënë kryesore që gjendet në çdo institucion, emri i titularit dhe një përshkrim i shkurtër i personit që e drejton. Ne ju drejtuam Bordit të Mbikëqyrjes Publike me një shkresë për emrin e titularit dhe vendimin e bordit për emërimin e tij. Dhe në përgjigje morëm gjithçka përveç emrit që kërkonim. Dokumenti që na erdhi ishte shtërues nga ana ligjore se si funksionon bordi, por nuk ishte asnjë të dhënë për emrin e drejtorit ekzekutiv. Por duke kërkuar më tej në internet, zbuluam se drejtori ekzekutiv i Bordit të Mbikëqyrjes Publike është Eriola Meçaj Vejzati. Zonja rezulton të ketë qenë kontabiliste certifikuar dhe të ketë ushtruar profesionin në sektorin privat nga tetori 2011 deri në marsin e vitit 2023. Në 2018-ën, ajo ka marrë detyrën si inspektore lartë për kontrollin e cilësisë tek Bordi i Mbikëqyrjes Publike. Por pa respektuar kriteret e vendosura për përvojën që duhet të ketë në ushtrimin e profesionit për 10 vjet. Bordi i Mbikëqyrjes Publike shet cilësinë e auditimit dhe mënyrën e raportimit financiar, ndaj si organ që inspekton audituesit, duhet të ishte model për raportimin e të dhënave financiare, por realiteti është krejt ndryshe. Po të shohim në programin e transparencës, e vetmja dhënë që ekziston është kjo, një tabel e cila ka vetëm të ardhurat dhe shpenzimet vjetore totale. Askund nuk ka informacion se si janë shpenzuar parat, ku kanë shkuar dhe me çfarë procedurash janë përblerjet. Ndërkohë, kjo tabel është e vetmja e dhënë financiare që raporton bordi, i cili vjel 3% për çdo punë që marrin audituesit dhe merr 7% të ardhurave nga organizatat profesionale, bashkë me grantet e akorduara në kuadër të sigurimit të cilësisë dhe mbikëqyrjes së profesionit. Fondet që ky organ merr mund të duket sikur nuk janë të taksapaguesve, por janë para që arkëtohen nga profesionistët e lirë përmes privilegjeve që ligji i ka dhënë Bordit të Mbikëqyrjes Publike dhe shpenzimi i tyre duhet i nënshtrohet rregullave ligjore. Përshëndetje, Lorena nga Piranja. Përse nuk e tregoni emrin drejtorit ekzekutiv Bordit të Mbikëqyrjes Publike? Përse nuk e tregoni emrin drejtorit ekzekutiv? Patron, drejtori funksione, kam punuar në ministri. Ne kemi treguar një kërkesë tek juve dhe nuk na keni thënë emrin drejtorit ekzekutiv. Shpesa zyrtare. Po me shpesë zyrtare. Po pra ka drejtori komunikon zyrtare është ç'më ka më. Po juve jeni ai që firmosni çdo gjë dhe vetëm emri juaj del kudo. Mund ta dim përse keni këtë standard të raportimi financiar zoti Fino, juve që duhet kontrolloni audituesit. Denoncimet pas këtij episodi të muajit nëntor të vitit që shkoi janë shtuar dhe tregojnë lidhjet okulte e kontrollin që kryetari Dritan Fino ka krijuar me institucionet me të cilat supozohet të bashkëpunojë me korrektesën e një drejtuesi. Por a ka ndodhur vërtet kështu? Për shembull, Dritan Fino i ka dhënë provimin dhe titullin si audituese ligjore bashkëshortes së tij Erinda Fino. Nëse hapim regjistrat, emri i zonjës Erinda Fino nuk rezulton i regjistruar, sepse aktualisht nuk është duke ushtruar profesionin. Sipas burimeve tona të besueshme, Erinda Fino rezulton të ketë kryer praktikën 3 vjeçare, që është një kriteri domosdoshëm për të regjistruar në 3 provimet e fundit që të japin titullin ekspert kontabël pranë kompanisë së auditimit të zotit Bujar Osmani. Por këtu ka një problem, sepse Erinda Fino rezulton ta ketë bërë praktikën gjatë kohës që ka qenë e punësuar si drejtoreshe përgjithshme në Agjencinë e Parqeve dhe Rekreacionit në Bashkinë e Tiranës, ndërsa ligji për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të audituesit ligjor dhe të kontabilistit të miratuar nuk lejon punësimin me kohë të pjesshme në zyrat ku bëhen praktikat, por me kohë të plot për 3 vite. Pra, miratimi i praktikës së saj është bërë në shkelje dhe kontrollin për këtë shkelje duhet ta kishte kryer Bordi i Mbikëqyrjes Publike. Por kur kryetar është bashkëshorti Dritan Fino, imagjinohet lehtë se për çfarë kontrolli bëhet fjalë. Zoti Osmani, unë jam Lorena, jam gazetare nga emisioni Piranjat. Zonja Erinda Fino e ka bërë praktikën në zyrën tuaj? Po. Shon se ajo ka qenë gjatë asaj kohe e punësuar në sektorin publik. A e ka bërë me kohë të plot sipas ligjit praktikën? Faleminderit. A mund na ktheni vetëm këtë përgjigje? Ka qenë punësuar me kohë të plot? Tek mua ka qenë punësuar. Ka qenë me kohë të plot? Me kohë, jo me kohë të plot, ka qenë me kohë normale. Kishim punësim me kohë të plot dhe part-time. Tani na doli termi i ri, punësim me kohë normale. Tek mua ka bërë me kohë të plot dhe ka qenë 8 orash. Atë informacion që ju thoni, unë
unë jam zyrë private i punoj non-stop. Se dini shumë që duhet të jetë me kohë të plot për të bërë praktikën për 3 vite. Po, dhe ka qenë me kohë të plot tek mua. Po duhet t'i japim një medalje zonjës Fina. Faleminderit. Për dhe punën në shtet edhe praktikën. Keni evidenca për të vërtetuar që e ka bërë praktikën? Unë pati ka praktika da tani, ato praktika më qoj ka një organ që më kontrollon. Bordi mbikëqyrjes? Jo, instituti pastaj bordi mbikëqyrjes. Mesazhet merret instituti kontabël, ekspertë kontabël. I cili kontrollohet nga bordi mbikëqyrjes? Nuk e di, se di saktë kontroll. I cili drejtohet nga bashkëshorti i zonjës? Po, pak rëndësi tani, këto nuk kanë rëndësi për mua. Më keni ardhur tek njeriu i gabuar për të intervistë. A nuk keni bërë një tolerim duke qenë se zonja Erinda Fino është bashkëshortja e zotit Drita? Absolutisht jo. Zoti Osmani e mohon kategorikisht të ketë toleruar bashkëshorten e kryetarit të bordit të mbikëqyrjes publike, por ajo që na i shton më shumë dyshimet për mangësitë në kualifikimin e kandidatëve për provime është një dhënë tjetër. 40 dosje të viteve 2018 deri në vitin 2021 janë marrë në administrim nga bordi mbikëqyrjes publike. Sipas një proces verbali të mbajtur me shkrimdore, dosjet janë dorëzuar pranë punonjëses së bordit të mbikëqyrjes publike, Klea Rodhani, që është edhe motra e Erisa Rodhanit, e cila punon pranë Ministrisë së Financave, ku edhe Dritan Fino mban postin si drejtor në drejtorinë e përgjithshme për menaxhimin e fondeve të Bashkimit Evropian. Pra, në 2 detyra të ndryshme që mban njëkohësisht, zoti Fino punon me 2 zonja që rastësisht janë motra. Është e vogël Shqipëria, gjëra që ndodhin, por ajo që do të ndodh tani nuk mund të jetë aq e rastësishme. Kjo video e kapur nga kamerat e sigurisë e Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar tregon se si kryetari i këtij instituti nxjerr jashtë me shpejtësi në mes të natës Steven me dosje. A ka hetuar kush përse këto dosje ka ndalë jashtë Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar dhe a janë kthyer sërish pranë zyrave të këtij institucioni? Kjo i takon organeve të drejtësisë ta verifikojnë. Ndërkohë, shkeljet në bordin e mbikëqyrjes publike nuk mbarojnë me kaq, sepse ka edhe disa persona që janë të përfshirë në konflikt të hapur interesi, për të cilët nuk është marrë asnjë lloj mase, siç është rasti i antarit të Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale, zotit Elton Tirana. Ky i fundit është ortak në një kompani me zonjën Edlira Tirana. Eltoni zotron 25% të aksioneve në kompani në fjalë, ndërsa Edlira 12.5%. Gjithashtu, në biznesin që ka të regjistruar me emrin e tij, Elton Tirana ka zgjedhur zonjën Edlira Tirana si përfaqësuese të posaçme pa kufizime për të ndjekur çfarëdo lloj procedure. Ndërkohë, Edlira Tirana ban postin si inspektore e kontrollit të cilësisë në bordin e mbikëqyrjes publike, ndërsa Elton Tirana, siç e përmendëm, është antar në komisionin e provimeve të këtij bordi. Dhe pikërisht këtu nis konflikti interesit mes dyshes, jo vetëm për faktin që janë burrë grua, por sepse në shpalljen për përzgjedhjen e antarëve të komisionit të provimeve nga bordi i mbikëqyrjes publike, shkruhet qartë se kandidatët nuk duhet të kenë konflikt interesi me antarët e bordit të mbikëqyrjes publike apo strukturat e mbikëqyrjes së veprimtarisë së komisionit. Pra, burri dhe gruaja si antar dhe inspektor në të njëjtin bord, një konflikt interesi i pamohueshëm dhe i papajtueshëm me kërkesat ligjore. Por ky nuk është rasti i vetëm. Pjesa e antarësisë së bordit të mbikëqyrjes publike është edhe Luana Bazi, ndërkohë bashkëshortja e tij Leze dhe vajza Eda ka një studio auditimi të regjistruar me emrin Leal. Thënë shkurt, Luani si pjesë e bordit kontrollon gruan dhe vajzën, nëse i kontrollon. Ndërkaq, një tjetër antare e Komisionit të Provimeve është edhe Ilda Duangjiu, e cila mban edhe pozicionin si antare e Këshillit të Drejtimit të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar. Zonja Duangjiu është pronare me 100% të kuotave të kapitalit në kompaninë IAI Consulting, ku administratore është motra e saj Evis Duangjiu, por kjo kompani nuk është regjistruar në asnjërin prej organizatave profesionale të kontabilitetit, as në Institutin e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar, as në Institutin e Kontabilistëve të Miratuar dhe as në Shoqatën e Kontabilistëve dhe Financierëve të Shqipërisë. Pra, një antare e bordit të mbikëqyrjes publike nuk regjistron kompaninë e saj në asnjërin prej organizatave, duke shkelur hapur rregullat dhe duke ngjallur reagimet e kolegëve. Një gjë që unë vëre edhe e kam diskutuar shpesh edhe në institut, është për shembull që si zgjidhen antarët e komisioneve kur përfaqësohet instituti. Ta zëm një komision në të cilin duhet jetë një antar
marrë instituti IEKA, një nga IKM-ja apo një nga një institucion tjetër, tek ne unë nuk e di akoma se si është procedura që si emërohen këta persona në komisionet apo në komitetet që ka bordi. Nuk e di a e din kolegët e tjerë, por nuk kam hasur asnjëherë në një njoftim si u përzgjodh, pse u përzgjodh ky dhe pse s'u përzgjodha unë ose u përzgjodh një tjetër. Por historia vazhdon, madje shkeljet bëhen edhe më të rënda. Kryetari i Komisionit të Provimeve të Aftësive Profesionale pranë Bordit të Mbikëqyrjes Publike është Bujar Bendo. Ky i fundit është administrator dhe njëkohësisht ortak me 63% në kompaninë RSM, e cila ka 3 auditues ligjor, vetë zotin Bendo, Elona Bishën dhe Fatian Devian. Zotria që sapo përmendëm, së fundmi ka marrë edhe 5% e aksioneve në këtë kompani. Por gjatë kohës që zoti Devia ka qenë vetëm auditues ligjor, ka fituar një kontratë nga Ministria e Financave me objekt konsulencë për të ofruar mbështetje për Bordin e Mbikëqyrjes Publike, Komisionin e Provimeve dhe Institutin e Ekspertëve Kontabël të autorizuar për të përmirësuar procesin e testimit të kandidatëve për auditues ligjor dhe kontabilist të certifikuar. Kjo kontratë ka kushtuar plot 105.000 euro me fonde nga Banka Botërore. Me pak fjalë, Fatian Devia, i cili ka qenë aso kohë vartës si Bujar Bendos, i cili nga ana tjetër është vartës i Dritan Finos, ka fituar një kontratë për t'i ofruar konsulencë shefave të tij, me paratë që vinë si ndihmë për projekte zhvillimi në Shqipëri. Dhe këtu nuk duhet të harrojmë se Dritan Fino, që është kryetari i Bordit të Mbikëqyrjes Publike, është njëkohësisht edhe drejtor në Ministrinë e Financave. Dhe si i tillë, por edhe si kryetar në Bordin e Mbikëqyrjes Publike, që përfiton nga ky program, a kemi të drejtën të dyshojmë se Dritan Fino mund të ketë pasur preferencë në zgjedhjen e fituesit të kësaj kontrate prej mijëra eurosh? Në momentin që kjo ndodh, ligji nuk parashikon ndonjë dënim për personat, por kodi etikës tregon që profesionalizmi është shkelur, ku përfitimet tani nuk janë më përfitime thjesht për shkak të profesionit, por janë përfitime që janë bërë në bazë të ndikimeve dhe përfitime që janë marrë jo në bazë të aftësive apo të rrugës së drejtë të profesionit. Gjithashtu, Dritan Fino është edhe nënkryetari i Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, i cili ka si antar Aurela Velon, Mirjeta Eminin, Fatmir Bërdicën, Aida Bediavën dhe Fatian Devian. Më herët antari këtij këshilli ka qenë edhe Artan Xhiani. Ky i fundit ka fituar po ashtu një kontratë konsulence nga Ministria e Financave me kompaninë e tij UHY Elit. Kjo kontratë ka kushtuar gati 222.000 euro dhe është financuar nga Banka Botërore. Një tjetër kontratë nga Ministria e Financave që është njërit prej bashkëpunëtorëve të Dritan Finos. Me sa duket, zotria në fjalë ka krijuar një cikël të mbyllur personazh të lidhur me të, për të pasur ndikimin e tij kudo, me një rrjet të mirë organizuar njerëzish rreth vetes. Saqë edhe ne e humbëm fillin. Të mëdhenjt lidhin telat me të vegjël, edhe pastaj fillojnë ekziston dielli dhe satelitët komplet. Tani se si i lidhin këta për marrëveshje apo për ndikime apo për përfitime tregjesh, të e din ata.